Shkrimi i gjatë, mbrëmja në shtëpinë e Big Brother Kosova nisi qetë, por u kthye shpejt në një sken plot shkëndija sapo Benita dhe Toni u gjetën sërish shumë afër njëri tjetrit. Të dy kishin qenë të distancuar për disa ditë, por sot diçka dukej ndryshe, si një tërheqje e pashpjegueshme që i shtynte të afroheshin, të flisnin ngadalë, të shikonin njëri tjetrin me atë vështrimin që banorët e tjerë e kishin kuptuar qysh herët. Benita ishte ulur në divan, ndërsa Toni, me atë buzëqeshjen e tij të butë, u afrua pa zhurmë dhe u ul aq pranë sa Benita mund të ndjente frymën e tij. Ajo qeshi lehtë dhe i tha me zë të ulët, Toni, mos u lëzero kaq shumë. Por Toni nuk u tërhoq. Përkundrazi, ai u afrua edhe më shumë, duke e kthyer kokën paksa që sytë e tyre të takoheshin. Dhe në atë moment, ai e tha atë që mbante prej ditësh brenda vetes, me një ton të ngrohtë dhe pak të dridhur. Ai i përshpëriti, nuk po rri dot larg teje. Dua ta puci atë buzën e bukur. Po marr fund për ty. Benita mbeti për një sekondë e hutuar, por e gjithë fytyra e saj u mbush me një të qeshur të ëmbël që s'mund ta fshite. Ajo e shtyu pak nga kraharori, por jo për ta larguar. Më shumë si një lojë e vogël mes tyre, ti si e normal, Toni. I tha, por sytë e saj e tradhtonin, sepse shkëlqenin nga afërsia, nga vëmendja. Nga fjala buzë që Toni e lëshoi krejt natyrshëm, banorët e tjerë mezi po shtyeshin të mos shikonin, të mos komentonin, por atmosfera fliste vetë, diçka po ndizet mes tyre, diçka që as Benita, as Toni nuk po e kontrollojnë më. Toni, i mbështetur në shpinën e divanit, nuk e hoqi shikimin nga buzët e saj. Benita, duke mbajtur fytyrën me dorë për të fshehur skuqjen, ia ktheu një vështrim që dukej si po, e di që të pëlqej. Por dua të shoh sa larg shkon. Afërsia e tyre sot ishte ndryshe, më e fortë, më e sinqertë, më joshse. Dhe fjala dua ta puth që Toni lëshoi në mes të heshtjes, u bë tema kryesore e mbrëmjes. Duket qartë, mes tyre po krijohet një lidhje që nuk po e fshehin dot më.